Moderatoria bukuroshe Kiara Tito sapo ua ka ëmbëlsuar të gjithëve mbrëmjen me një moment teje të adhurueshëm ku në qendër të vëmendjes ndodhet e vogla e saj Luna Mari. Ajo ka publikuar një video ku shfaqet sërish bebushja e saj duke bërë rëmuj. Por këtë herë ajo ndodhet e ulur në dyshemen e shtëpisë me një pjatë me makarona që i ka shpërndar në të gjithë trupin e saj të vogël duke u bërë pis gjithandej. Në sfondin e videos shfaqen edhe disa lodra me të cilat duket se ka luajtur princesha e vogël. Kiara e ka shoqëruar videon me një mbishkrim ku thot, e mbyllim për sonte, dhe në fund ka vendosur një emoji duke qeshur me lot. E veshur me pijamen e saj me zemra roz, vajza e vogël sjell buzëqeshje dhe ngrohtësi te të gjithë ata që e shohin videon. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e saj kanë reaguar menjëherë por sa e kanë parë videon dhe kanë vërshuar me qindra mesazhe dhe komente kundrejt Kiarës, e cila duket se po e shijon pafund mbrëmjen në mesin e rrëmujës që vogëlushja e saj ka shkaktuar në sallonin e shtëpisë. Kushdo që e ka parë këtë moment kaq të bukur nuk ka mundur të mos reagojë dhe të mos e komentojë. Luna Mari tashmë sa më shumë kohë po kalon aq më shumë po rritet dhe çdo ditë dhe më shumë po transmeton shumë pozitivitet dhe dashuri. Shqiptarët duket se nuk ngopen me rrëmujën e saj dhe kërkojnë që Kiara t'u dhurojë sa më shumë momente të tilla kaq të adhurueshme dhe të bukura. Me këtë video plot dashuri dhe spontanitet, Kiara jo vetëm që ngroh zemrat e ndjekësve, por edhe kujton të gjithë prindërit për bukurinë që sjellin momentet e vogla në përditshmërinë e saj. Dhe ajo nuk heziton që atë ëmbëlsi dhe dashuri ta ndajë edhe me dashamirësit e saj që e ndjekin me shumë dëshirë dhe ëmbëlsi. Kjo mbrëmje nuk kishte se si të mbyllej më bukur dhe më ëmbël se kaq. Luna Mari sapo i mbushi sërish zemrat e njerëzve plot me ndjesi të veçanta dhe u shkaktoi buzëqeshje të pafundme. Ndërkohë kjo video që moderatoria bukuroshe Kiara Tito ka shpërndar po bën namin në rrjet dhe ka ngjallur pafund reagime. Me siguri Kiara tani ka punë me pastrimin si të shtëpisë ashtu edhe të bebushes së saj Luna Mari, e cila u mbulua me makarona.